Në një botë që vlerëson efikasitetin dhe shpejtësinë, zhytja në dhikr ofron një hapësirë për të qetësuar mendjen dhe shpirtin. Kjo praktikë spirituale është esenciale për shumë musliman që e përdorin si një mjet për të arritur një lidhje më të thellë me Allahun. Kur flasim për dhikr, duhet kemi parasysh që kuptimi I parë gjuhësor është përkujtim. Dhikri më tradicional është ajo që quhet përmendja e Zotit. Dhe përmendja e Allahut bëhet nëpërmjet disa fjalëve, disa veprave apo disa lutjeve, të cilat besimtari I kryen. Po përmendja e Zotit mund ndodhi në mënyra të ndryshme. Mund ndodhi në namaz, mund ndodhi në lutje, mund ndodhi kudo, mund ndodhi rastësisht, mund ndodhi në mënyrë të caktuar. Dhe kjo bëhet me qëllim që zemra e tij të afrohet me Zotin, me krijuesin e gjithësisë. Gjatë përditshmërisë son, përmendja e Zotit na afron më shumë me të dhe na ndihmon të ruajmë një zemër të pastër dhe një shpirt të qetë. Në çdo gjendje që jemi, në gëzim apo vështirësi, në begati apo sprov, duhet të jetojmë me vetëdijen e pranisë së Allahut. Kur e kujtojmë atë me sinqeritet, zemra jon gjen paqe dhe udhëzimi I tij bëhet dritë për jetën tonë. Përmes përulësisë dhe lutjes, ne forcojmë lidhjen tonë me krijuesin dhe ecim në rrugën e vërtetë. Në fakt dhikri në përditshmërinë e një besimtari ka koncepte të ndryshme, sepse vetë Kurani I lartësuar na jep disa koncepte të ndryshme, qoftë në aspektin e meditimit, të menduarit apo të reflektuarit të shumë situatave që njeriu mund të ketë gjatë ditës, sepse në fakt në Islam ne e konsiderojmë dhikrin ushqim të shpirtit. Njëherë njeriu mund të ketë nevojë do të madhërojë Allahun e lartësuar dhe bën një dhikr specifik që është për Zotin, siç tha profeti alayhis salatu wasalam, afdalu dhikr inda Allah la ilaha illallah. Dhikri më I mirë tek Allahu është të thuash la ilaha illallah. Por mund të ketë nevojë njeriu ka le të themi gjunahe, ndjen një rëndesë në shpirtin e tij dhe do të kërkojë falje. Dhe këtu më pas futet dhikri që ka nevojë shpirti, kërkimi I faljes, dhe njeriu mund të thotë astaghfirullah. Po ashtu njeriu mund të ketë një dashuri të thellë në zemër për profetin alayhis salatu wasalam dhe bën salavat mbi profetin, Allahumma salli ala Muhammed. Pra kur flasim për dhikr ka një koncept shumë të gjerë në përditshmërinë e besimtarit që në fakt I mbush atij nevojat e përditshme që do ai ta ushqejë shpirtin. Dhikri është një adhurim I cili ka disa forma se si kryhet. Është dhikri që bëhet me fjalë. Pra besimtari duke përsëritur disa fjalë, ai përmend Zotin. Dhe në praktikën e profetit Muhammed alayhis salam na mësohen pikërisht këto. Dhe Zoti në Kuranin famlart na thot: "O ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë." Në një ajet tjetër na thot: "O ju që keni besuar, përmendeni Zotin në mëngjes edhe në mbrëmje." Po ashtu dhikri nuk duhet përjashtuar edhe në veprimet që besimtari kryen në përditshmërinë e tij. Pra çfarë do lloj gjëje që ai bën nga adhurimet është një dhikr, është një përmendje e Zotit. Rëndësia shpirtërore e dhikrit qëndron në faktin e parë se ajo rrit besimin, shton mbështetjen tek Zoti, ajo që në Islam I themi tewakkul. Pra e para shton besimin, më pas shton tewakkulin. Më pas dhikri qetëson zemrat. Zoti vetë thotë në Kuranin famlar, a nuk qetësohen zemrat duke përmendur Allahun subhanahu wa taala? Pra këto janë disa dobi që I ofron dhikri besimtarit në mënyrë personale dhe normalisht nëse individi personalisht është I qetë, është I paqshëm, është I sigurt, dhe gjejmë qetësi në zemrat tona. Po ashtu Allahu në Kur'an Fisnik Kur'anin e ka quajtur dhikr. Thot dhikrul hakim, përkujtuesi I urtë. Pra njeriu kur e lexon Kur'anin, fjalën e Allahut lartësuar është në kontakt drejt për drejt me Zotin. Por në fakt ai po e përmend Zotin. Namazi
është një dhikr, është një përmendje e Zotit, që përmban në të fjalë të cilat ne i themi, por përmban edhe veprime të cilat ne i kryejmë. Dhe është një nga format më të bukura, më madhështore të përmendjes së Allahut. Prandaj dhe Allahu na tregon dhe na thot se pikërisht namazi është ajo që e afron njeriu me Zotin. Kur njeriu e përmend Zotin, ai aty afrohet dhe pastrohet zemra e tij. Por më e bukura më pas, më domethënësja dhe më ajo çfarë mban në kontakt të vazhdueshëm të pandashëm besimtarin me Allahun e Lartësuar, është ajo çfarë futet tek pjesa e meditimit. Dhe të jetë besimtari i bindur që Zoti e shikon në përditshmërinë e tij, kjo në fakt është grada më e lartë e dhikrit e përkujtimit. Se nuk do të thotë dhikr vetë ta thuash me gojë, por dhikr do të thotë ta përpunosh në mendjen tënde, ta ndjesh në shpirtin tënd. Dhe në çdo situatë kur është besimtari, pa diskutim ajo është në dhikr. Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar i thot njeriut në surën Bekare: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." I thot njeriut, më përmend mua, të përmend ty. Më falendero mua dhe mos i moho mirësitë e mia, dhe mos moho mirësinë më të madhe që është besimi. Normalisht që lidhja, siç thot dhe Imam Ibn Kathiri në tefsirin e tij, të këtij në komentimin e këtij ajeti, thot Allahu Gjeleshanu më kujto mua në çdo kohë, më kujto mua kur je mirë, më kujto mua kur je keq, më kujto kur je në vështirësi, kur je në gëzime, të kujtoj unë ty atëherë kur ti ke më shumë nevojë. Dhe kjo është lidhja më e madhe që Allahu Gjeleshanu ose njeriu ka me Allahun Gjeleshanu. Dhe kështu pra, në përgjithësi, dhikri i besimtarit është një marrëdhënie komunikuese e vazhdueshme e robit, e besimtarit me Zotin e Lartësuar. Në momentin kur njeriu e përmend sa më shpesh Allahun, normalisht që i shtohet vigjilenca ndaj rregullave të Zotit, i shtohet vigjilenca ndaj haramit, i shtohet vigjilenca ndaj halallit dhe normalisht e formon jetën e tij me këtë lloj disipline dhe është i kënaqur Zoti me të dhe kënaqet ai me Zotin. Profeti Muhammed a.s. na mëson që dhikri është një gjë e cila na ndihmon si në aspektin fizik, po ashtu dhe në aspektin shpirtëror, duke e bërë besimtarin që ai të çlirohet nga çdo lloj gjëje që e lodh dhe e mundon atë, duke afruar me Zotin, sepse pikërisht kur njeriu afrohet me Zotin, aty ai gjen paqen e vërtetë. Dhe pikërisht në lidhje me këtë, Zoti na tregon në Kuranin famlar, duke thënë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", se pa dyshim se vetëm me përmendjen e Zotit qetësohen dhe gjejnë prehje zemrat e besimtarve. Disa nga shembujt e dhikreve, e përmendjeve të Zotit, të cilat na vinë ne në hadithet, në porositë e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, janë se pas çdo namazi ai na ka mësuar që ne të themi 33 herë Subhanallah, i patmeta është Allahu, 33 herë Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, dhe 33 herë të themi Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Dhe pikërisht, pra, kjo është një nga format se si profeti Muhammed a.s. na mëson. Njeriu në fakt kur e përmend Allahun, duhet që ta përmendi atë në kohë të mira, në kohë të begata, në mirësi dhe në begati. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet ta përmendi dhe në vështirësi. Në të gjitha situatat, siç e kemi thënë, duhet përmendur Zoti, por dallimi vetëm është ky. Njerëzit zakonisht e përmendin Zotin kur kanë hall. Edhe ai që nuk është besimtar, ndoshta siç thot Kurani, kur ndodhet në mes të detit dhe i vijnë dallgët e mëdha që është gati për të përmbytur, ai thot: "O Zot, më shpëto." Por kur del më pas me mirësi, e harron Zotin. Të paktët janë ata që e meditojnë mirësinë e Zotit. Prandaj kur je në begati dhe në mirësi, njeriu duhet të falenderojë Zotin. Dhe falënderimi më i madh është të thotë robi Elhamdulillah. O Zot, ty të takon falënderimi, begatia që më ke dhënë, mirësia që më ke dhënë, vetëm ty të takon falënderimi në këtë çështje. Dhe pikërisht, pra, ta kujtosh Zotin në këtë situatë, le ta di që njeriu do të jetë në përkujtim me Zotin Xheleshanu. Studimet tregojnë se dhikri jo vetëm që ndihmon në thellimin e besimit dhe forcimin e lidhjes shpirtërore me Allahun, por gjithashtu ka efekte pozitive në shëndetin mendor. Përmendja e Zotit dhe meditimi në fjalët e tij
ndihmojnë në uljen e niveleve të ankthit, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e përqendrimit. Përmes dhikrit, zemra gjen qetësi, mendja bëhet më e qartë dhe njeriu ndjen një ndjenjë të thellë paqeje dhe mirëqenie të brendshme. Normalisht që kjo është një fushë që u përket më shumë psikologëve fetar, por përderisa ajeti thot a nuk qetësohen zemrat me përmendjen e Zotit, normalisht që fakti që njeriu është krijesë e dobët dhe kërkon një mbështetje madhështore, një mbështetje që e tejkalon materialen, normalisht që ai e bën që ai ta minimizojë këtë stres ndonjëherë, por ndoshta edhe mund ta zhduk fare këtë, sepse e di që çdo gjë për të cilën ai shqetësohet dhe stresohet do të ketë një zgjidhje. Dhe zgjidhja është prej Zotit dhe përmendja e Zotit atë e bën akoma më shpresdhënës dhe më me shpresgjatë, sepse Allahu xhaleshanu është ai që krijon situatat dhe ai e di shumë mirë që Allahu xhaleshanu do të krijojë, pra mbushet me shpresë, do të krijojë situata të tij më të mira, më të favorshme nga ato që ai mendon kur është në gjendjen e stresit. Studiues të ndryshëm na tregojnë se përsëritja e disa fjalëve apo disa akteve të cilat përmbajnë një kuptim të caktuar ndihmojnë në qetësimin dhe rehabilitimin e mendjes së njeriut. Dhe pikërisht këto fjalë të cilat ka një kuptim domethënës për besimtarët, përsëritja e tyre në një numër të caktuar, në kohë të caktuara ndihmojnë që besimtari të arrijë një qetësi psikologjike dhe mendore, duke qenë i kënaqur me përmendjen e krijuesit të tij, duke medituar dhe reflektuar rreth madhështisë së krijuesit dhe bukurisë dhe harmonisë që gjendet në krijimin e tij. Njeriu vepron në të jashtëmen e tij atë çfarë ka në brendësitë e tij. Nëse do të jemi mirë nga aspekti shpirtëror, kjo do të demonstrohet pastaj edhe në aspektin mendor. Sepse normalisht njeriu vepron me anë të ndjenjave, njeriu vepron me anë të emocioneve. Sa më shumë ne ti kemi të rregullt emocionet, ti kemi të sistemuara, ti kemi të kornizuar në ato këshilla që profeti alayhis salam e ka orientuar besimtarin që të ketë një program ditor. Prandaj dhe namazet që janë në segmente të ndara janë pikërisht për këtë gjë. Besimtari të futet në një rutinë ditore, por që të jetë në rutinë të vazhdueshme, të jetë gjithmonë në këtë rast. Nuk thot profeti alayhis salam, nuk i lejohet besimtarit të dalin nga shtëpia pa përmend Zotin, pa thënë bismillah, tawakkaltu ala Allah, siç e tha më lart. Por nga ana tjetër, nuk lejohet besimtarit të dalin nga shtëpia pa pasur një plan konkret se ku po shkon. Dhe ky plani konkret vjen sepse besimtari duke medituar për Zotin e bën planin, unë do dal nga shtëpia, por prit se kam për të fal namazin, kam drekën, kam akshamin, kam ku do më zëj mu namazi. Dhe në këtë kornizë dhe në këtë dimension ai bën disa plane për jetën. Dhe kjo po diskutim e vendos njeriu në jetë të shëndosh, të vazhdueshme dhe të shëndetshme. Dhe nëse njeriu do të ketë problematika, siç tham, të planifikimit të ditës, nuk do të përmendi Zotin dhe nuk do të ketë planet e ditës së tij në marrëdhënie me Zotin e tij, normalisht ai do të ketë pastaj çrregullime, dhe çrregullimet sado që të vinë dhe të shtohen, aq më shumë edhe njeriu më pas mund të ndjejë ankthje dhe problematika të ndryshme në jetën e tij. Dhikri është një terapi psikologjike dhe shpirtërore që ndihmon besimtarin në çfarëdo lloj problematike dhe sfide me të cilën ai mund të përballet. Saqë është thënë se ndihmon shumë në menaxhimin e stresit, depresionit dhe mundimeve të ndryshme psikologjike dhe shpirtërore. E Zotit është pikërisht shejtani, ai i cili mundohet që ta tërheqë njeriu dhe ta largojë nga përmendja e Zotit. Sepse e di që sa më shumë njeriu ta përmend Zotin, ai do të afrohet me Zotin
dhe do të largohet prej kurtheve që shejtani mund ngre për të. Së dyti është egoja dhe nefsi i njeriut, cila gjithmonë mundohet që ta shtyjë njeriun drejt gjërave të këqija, drejt gjërave të kota, duke e bërë atë që ai të humbas prej kohës tij, prej përditshmërisë tij. Po ashtu, një element tjetër që ndikon në humbjen e kujtimit dhe përkujtimit të Zotit është përditshmëria e besimtarit, përditshmëria e njeriu. Sa ai e përkujton Zotin, sa ai qëndron në ambiente ku përmendet Zoti, sa ai qëndron me njerëz që ja kujtojnë Zotin. Prandaj, edhe profeti Muhammed a.s. na mëson dhe na këshillon që ne të qëndrojmë me njerëz që kur i shohim na kujtojnë Zotin dhe të qëndrojmë në vende ku e mbrojmë dhe jemi më të prirur për ta përkujtuar Zotin. Sfidë ka qenë gjithmonë që ta përmendësh më shumë Allahun subhanahu wa taala, por normalisht jeta është bërë më dinamike, njerëzit vrapojnë sa një punë tjetër për të siguruar nevojat e jetesës, duhet të punojnë më shumë dhe shpesh herë njeriu mund të bjerë në një përhutim dhe i harron këto nuancat e dhikrit. Më kujtohet kur isha student në Kairo, shpesh herë për shembull shikoje në tabela rrugës ku njerëz ngjisnin banera ku thoshin udhkurullah, përmend Allahun, ose sebihla, ose bëj tesbih Allahut etj. Pra është sfidë në fakt vetvete, çdo kush e ka këtë sfidë. E ka edhe ai që është klerik, edhe ai që është besimtar i thjeshtë, edhe ai që është hoxh, edhe ai që është në fund xhamatit. Por normalisht kjo kërkon një brumosje që në vegjëli tek fëmijët nga ana e prindërve. Nëse fëmia i sheh që prindit bëjnë dhikr, përmendin Allahun subhanahu wa taala, kanë libra të veçantë të cilët i mbajnë këto shpeshherë në mëngjes, në mbrëmje apo në kohë të caktuara, normalisht edhe ai do të vazhdoj në traditën që bëjmë prindrit. Pra, është sfidë në vete kjo në fakt. Kemi disa këshilla shumë të bukura të profetit alayhis salatu wassalam, që është një nga dhikret shumë të lehta për gjuhën, thot, por është shumë e rëndë për peshorën dhe janë shumë të dashura tek Zoti i lartësuar. Të thot besimtari subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. I patë meta dhe falënderimi i takon vetëm Allahut, i patë meta dhe i madhështor është Zoti im. Pra këto janë dy fjalë që Zoti i do shumë dhe janë shumë të rënda në peshorën dhe janë shumë të thjeshta që të thuhen nga gjuha e besimtarit. Besimtari kur ka sikletin e gjunave, le të thotë stakfirullah. Profeti alayhis salatu wassalam gjithë jetën e tij e ka pasur dhikr. Edhe kur fillonte ushqimi thoshte bismillah, kur amaronte thonte elhamdulillah. Kur vishte një robë të re bënte dua që o Zot kërkoj që të ketë hajër për kësaj robe. Kur flinte në gjumë ai përsëri bënte dhikr. Ka këshilluar bashkëshorten e tij Aishën që të thot 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah dhe 34 herë Allahu ekber para se të flej. Të lexohet ajeti kursi para se të flej është një prej dhikreve të dashur. Të lexohen dy ajetet e fundit të surës Bekare, do të thot profeti alayhis salatu wasalam do t'i mjaftonin besimtarit për mbrojtje atë natë nëse do ta bënte këtë.